Fanella nuk është e Barcelonës, kjo është ndeshja e dytë që do ndjek nga stadiumi. Çekia me Afrikën e Jugut, po afrohemi në Mercedes-Benz Stadium dhe nga aty detajet e tjera. Si që thash më herët, Fanella nuk është e Barcelonës, por është e vllaznisë së Shkodrës, e veshur nga Ardit Krymi, ndërsa ndeshja e sotme është Republikë Çeke, Afrikë e Jugut. Trajneri Kubek i Çekisë dhe brosi i Afrikës së Jugut janë i dyti dhe i treti më i moshuar në këtë Kupë Bote. Shpresojmë që ndjehet një ndeshje e fortë dhe ku të paktën njëra nga skuadrat ta gjejë fitoren e parë në këtë botëror. Qafë gjithë, më që tha që së të fiste një njerës të këtë. Bravo shfarë. Number 7, Oswin Sapolis. Vladimir Zohan. Number 7, Vladislav Krejci. Sa paguam gotën për pijen, kurse tani po mbushim gotën me pijen. Minuta e 34 të ndeshjes, Sadilek ka shënuar shumë herët për Republikën Çeke, por mbështetja në stadium duket të paktën nga decibelet, nga zëri, nga zhurmat, disi më e madhe për Afrikën e Jugut. Përfundoi pjesa e parë, Çekia, dhe gjithë Afrika e Jugut pati një lojë në rritje. Sapelo Maseko, numri 12 i afrikanëve Jugosllav bëri përshtypje, 23 vjeç që udhëheq topin bukur me të majtën. Çfarë bën përshtypje nga ndeshjet e botrorit? Është një festival fanellash, ka fanella klubesh, fanella kombëtaresh, nga më të ndryshmet, kështu që është kënaqësi për sytë dhe populli konsumator këtu konsumon ushqim, por konsumon edhe pije. Një përfundoi ndeshja, po çdo ndeshje që mbaron është një lloj trishtimi, se do të thotë që çdo emocion, çdo bukuri, çdo kënaqësi, çdo atmosferë, çdo zjarr që përjetuan shpërndarërisht, tashmë është vetëm pjesë e kujtimeve. Takohemi në ndeshjet e radhës, si dua shumë gjithë. Tani sipas çdo ndeshje nuk mund syhet pa ushqim. Po prap, kemi futboll aty lart.